Ka pasur burra që kanë ardhur në klinikën tuaj? Po patjetër. Madje djem tani janë ndërgjegjësuar. Dgjom, Dhe po. Mund të krejmë trajtimet antirull pa problem. Ky është një trajtim që mund të bëhet, domethënë, cila është mosha më e ulët që mund të aplikoni këtë trajtim? Në momentin pra një 30 vjeçar ose 30 vjeçare që ka një lëkurë të rënë, shumë rrudha, me njolla dielli. Mund të bëhet, prandaj varet pasi nga pjesa se si ti mund ta punosh. Normalisht në momentin full face e bëjnë moshat që janë mbi 40 vjeçë, që do thotë ka nevojë për një lifting në total face, në total fytyrën, ndërsa njerëz pastaj pjesa që janë më të rinj normalisht për zona specifike mund ta kryejnë si procedurë, më shpesh le të themi që mund të bëhet dhe në moshën 30 vjeç, është zona lart e syve, e kapakëve të syrit, që mund të bëhet më shpesh si rrullna të zonës se tepris të lëkurës. Kështu që mund të aplikohet pa problem. Gjithashtu në momentin që kemi njolla që mund të jenë edhe ose një shenjat posakne që mund të jenë edhe më të rinë në moshë, mund të aplikohet ka të mënyrën e vet të përdorimit, të aplikimit, por që mund të bëhet. Nëse duam të japim edhe thjesht një rigjenerim në total face, mund të kryhet pa problem. Tani më shoh një kuriozitet, ka pasur nëse e kam veten. Ka pasur meshkuj burra që e kanë sjellë gruan me duar të veta tek Ajana klinik dhe të kanë thënë i kanë thënë stafit aty marinoni gruan e dua më të re. Pra ndodh që burri të sjellë gruan në klinikën tuaj për të bërë plekser? Mund të ndodh, por më shpesh kemi goca që sjellin burrat. Gocat që sjellin burrat, vërtet? Po, patjetër. Për plekser? Po. Sepse mendoj që megjithëse edhe djem tani janë shumë të informuar për trajtimet estetike, femrat janë gjithmonë më kërkuese ndaj inovacionet më të reja, kështu që normalisht mund të thonë që shikoj se kam gjetë zgjidhje. Domethënë vinë të sikletosur aty kur i sillin gratë, janë të bindur, kanë frikë se e diti që meshkujt janë shumë frikatsak ndaj këtyre gjërave të vogla. Po, janë shumë frikatsak në fakt. Por normalisht shpjegohet çdo procedurë, shpjegohet çdo ecuri, i shpjegon dhe rezultatin, e pret gruaja aty dhe si çfarë komentesh merr kur e shohin burrin e tyre pasi ka bërë plekser? Komente pozitive normalisht, sepse po vjen për një trajtim që të bëhet shumë më mirë, kështu që të ndihet mirë me veten edhe të eliminojmë rrullat, në këtë rast me plekserin. Për këtë trajtimi që të rënon diku tek 10 ose 20 vite, të paktën është një trajtim, duke qenë se aparatura që ju posedoni dhe keni sjellë në klinikën tuaj, është një aparaturë e teknologjisë së fundit, është një shërbim shumë i shtrenjtë që do të marrësh kredi për ta bërë apo është i përballueshëm nga të gjithë? Jo, mendoj që është shumë i përballueshëm për pjesën e rezultatit që jep, është shumë i përballueshëm si total fytyrën. Të gjithë mund ta përballojnë një trajtim të tillë. Mund ta përballojnë, mund të them që mund ta përballojnë sepse nëse mund t'i futen kirurgjisë është 5 fish më shumë, kështu që mendoj që për rezultatet që jep vërtet ja vlen dhe është shumë e përballueshme. Qartë, çfarë të thonë kryesisht zonjat që janë mbi 50, se patjetër mund të ndodhi që mund të ndodhi, po ndodh shpesh edhe për shkak të jetës që kanë bërë, sakrificave, një fytyrë të varur, me njolla, me rrudha, kur dalin që aty ka pasur ndonjë rast edhe kanë qarë që se kanë besuar? Po, në fakt, janë shumë të lumtura dhe mua më gëzon shumë fakti që në çdo pacient shprehin atë lumturinë, domethënë për shkak se unë e pëlqej shumë këtë procedurë, është sepse kam ndjekjen e pacientit dhe jam shumë e afërt me pacientin, që do thotë ti ato 7 ditë komunikojnë gjatë gjithë kohës, e pyet se si je, më dërgoj një foto sot si ndjehesh, më trego pak korret, si po ecën ajo procesi i rënjes së korres dhe gradualisht e shikon rezultatin derisa ato largohen plotësisht dhe kam edhe një afrimitet shumë të madh me pacientin automatikisht sepse të ndodh gjatë procedurës dhe në momentin që shikon rezultatin faleminderit, të lumshin duart, domethënë ke shumë urime dhe të jep një lloj kënaqësie shumë të madhe. Interesante. Zonja dhe zotrinj, siç e thash, pra për të gjithë burrat që kërkojnë vajza të reja rreth qark, investoni te gruaja juaj. Është një trajtim ai aksesueshëm për të gjithë në aspektin financiar dhe nuk ka nevojë të prisni biletën e avionit për të udhëtuar në Europë, por
Ayana Clinic ka sjellë këtë surprizje teknologjike të fjalës së fundit të teknologjisë, ku mund të bëni trajtimin plekser që rinon jo vetëm gruan tuaj, por edhe ju mund t'ju rinoj 10 ose 15 vite dhe mund të dukeni më të ri. Për ju